Mbrëmjen e dieshme u njoftua se Egli, një nga banorët më të përfolura të Big Brother VIP Albania, kishte lënë shtëpinë. Të gjithë menduan se Egli u tërhoq vetë nga gara, por në fakt kjo nuk është e vërtetë. E vërteta është totalisht ndryshe, sepse Eglin e larguan nga shtëpia. Ka qenë familja e Eglit në bashkëpunim me produksionin, ata që morën këtë vendim. Madje edhe në zarfin e kuq të lexuar nga Danja, thuaj qartësisht se vllai i madh ka marrë vendimin se për arsye shëndetësore konkurrentja e Eglit Tako të ndërpres menjëherë garën. Egli ju uron suksese. Ishin familjarët ata të cilët duke parë situatën e Eglit në shtëpi, kanë insistuar se Egli duhet të dalë, që situata e saj të mos përkeqësohet më tepër. Kujtojmë se Egli kohë të fundit ka qenë shumë e mërzitur për shkak të situatave të ndodhura në shtëpi. Madje ajo ka përmendur se ishte duke marrë shqetësues kundër depresionit, të cilat kishte kohë që nuk i pinte.